Qeveria e Kosovës ka shpallur Korpusin e Gardës Revolucionare Islame të Iranit, IRGC, si organizat terroriste gjatë mbledhjes së sotme të kabinetit. Vendimi u njoftua nga vetë kryeministri Albin Kurti, i cili nënvizoi se në këtë mënyrë Kosova forcon qëndrimin e saj në mbrojtjen e sigurisë ndërkombëtare, vlerave demokratike dhe të drejtave të njerëzit. Ky propozim vendim paraqet bazën ligjore dhe strategjike për shpalljen e trupave të Gardës Revolucionare Islamike si organizatë terroriste në Republikën e Kosovës. IRGC është identifikuar si një strukturë që përdor terrorizmin dhe dhunën e organizuar si instrument të politikës së jashtme, duke kontribuar në destabilizimin rajonal dhe global. Përmes këtij vendimi, Kosova forcon qëndrimin e saj në mbrojtje të sigurisë ndërkombëtare, vlerave demokratike dhe të drejtave të njerëzit.